Përshëndetje, kjo është story time, kur ne flas për ngjarjet që kam pas, klientat që kam pas dhe rezultatin e tyre. Ky është një klient që më kontaktoi që ishte i fiksum jashtë mase me një femën. Edhe shumë shpejt në atë parashikimin që i kishëm në atë kontrolën energjetike, kontrolën e aurës atina, e ndjeva energjinë e sajna, edhe ndjeva energjinë e sajna shumë të fortë. Do me thonë, ajo kishë përdor dishka për me ndërhy energetikisht të ai, që e kryojke situatën që ai mendojke të në kohën për ta. Nuk e ndjeva që ishte një person i shëndetshëm, ajo qika, po e ndjeva që kishte, do me thonë, shprehi ose cilësi ose pak toksike. Edhe ja shpreha, ja tregova klientit, kështu pendi që nuk është e shëndetshme, edhe unë pyeti, çfarë mundemi me bë? Edhe ja afrova mundësi, nëmër 1, m'ja bloku energjinë asajna. Se e ndjeva, bashkë bisedim me klientin, e ndjeva edhe që ishte një energji e mallkimit prej asaj. Edhe kom dëgju që mallkimi shkon deri në qiellin e 7. Edhe më pyeti, qa me bë? Tash, njëherë do të m'ja bloku asaj energjin, qoftë syri keq, qoftë çfarë do energjie që i përdor ajo, se mundet edhe me ata energjitë e veta me përdor për me lidh a djalin ose dika tjetër ma shumë rreth veti. Plus edhe këtë syrin e keq, që ma merr mendja që i kishte, që ky e kish braktis atë qiken. Edhe ja nisëm me punu. Mas disa kohë e bënëm terapinë e dytë, që ishte për me prish çfarë do bllokime që kishte ai ndaj sajna, ose ndaj dikuj tjetër. Edhe pas disa kohë, më lajmëroi klienti, edhe pyeta, thash, si pendin veten? Thash, shumë më mirë. Afër 90% të mendimeve të mia nuk janë më të përqendruar tek ajo. Do me thonë, edhe me më kalu rrugës, nuk japi atë shumë energji sikur që i kom dhënë përpara. E kështu që nëse ju jeni të njëjtin situatë sikur ky klienti, edhe keni nevojë për ndihmë, ose thjesht doni me kqyr cilat janë arsyet se pse ju jeni në këtë situatë siç jeni, atëherë mos hezitoni. Ose shkruajini mesazha private, ose me kontaktoni në numrin e telefonit 0046 765 765 672 ose 00333 43 733 394. Ju mirë pres.